Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Amma ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun, Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë. Mirësi dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurin e tij dhe të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. O Allah, Zot, na dhuro dije të dobishme, na mundso vepra të mira, e sa të jemi gjallë na furnizo me furnizim të pastër dhe halal. O Allah, Zot i gjithësisë, bëje dijen që ne marrim dhe japim argument, dëshmi, ndërmjetësim, avokat për ne ditën e Kiametit. O Allah, Zot, na jep guximin kur zdim, themi zdim. E na jep guximin që kur ta dim të vërtetën, ta themi atë pavarësisht se kujt mund t'i ngeli hatri apo mërzitet. Amin. Unë kam probleme, thotë, dhe mjekët më thonë që duhet patjetër të shkoj për një vizitë tek specialisti për katës, neurolog ose psikiatër. Mirë, po unë jam mbështet Allahut dhe kam frikë se mosvajtja do të bjerë ndesh me normat e besimit tim. Përkundrazi, Zoti na mëson që me shku tek mjeku specialist. Pejgamberi alayhis salam na ka mësuar për këtë gjë. Kështu që nuk ka asgjë të keqe. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: Allahu për çdo smundje ka zbrit dhe ilaçin, shërimin. Prandaj kërkojeni atë, gjejeni. Pra është në tokë, nuk ka smundje që se ka edhe shërimin. Thjesht njerëzit duhet ta kërkojnë, është si puna e rrezikut. Kush mundohet, Zoti i jep më shumë e kështu me radhë. Edhe për punën e ilaçit, kush mundohet dhe e vet mendjen dhe e vet si synim për gjet, inshallah Zoti do t'ja mundsoj. Kështu që nuk bie ndesh kjo fare me atë që ne besojmë, as me mbështetjen në Zot. Si thot populli, edhe ka të drejtë, doktorin e ka vu Zoti, kështu thot populli. Dhe ja ka qellu në këtë rast. Ja që edhe populli nga një herë ja qellon. Thot doktorin e ka vu Zoti, do më thonë, shprej Zotit dhe ai. Pra është okay çdo gjë, kështu që nuk përbën asnjë lloj, le të themi shkelje apo humbje të mbështetjes tek Zoti se njeriu mjekot. Përkundrazi, nëse njeriu lën kurimin, mjekimin, nuk i është mbështetur Zotit ashtu siç duhet sipas Islamit. Nuk është në besimin e duhur sipas Islamit. Pse? Sepse vetë Islami tha kurohu, vetë Islami tha shërohu, vetë Islami tha me ilaçe. Ti thuja se ti u mbështet Zotit, ja më zotni. Kështu që ti nuk e ke kuptuar mirë fenë e Zotit. Tadawu. Thënia e pejgamberit sa të dawu, mjekohuni, urdhër. Kurohuni, urdhër. Pra shprej Islamit edhe kjo gjëja, kështu që nuk bie ndesh fare. Po krijojmë një kanal në YouTube për fëmijë me ilahi edukative islame dhe video të animuar, të cilat i gjenerojmë nëpërmjet inteligjencës artificiale. Ilahit si fillim i krijojmë një program zëri dhe melodi fillestar dhe më pas çdo programi ja heqim edhe instrumentet duke lënë vetëm vokalet. A lejohet fetarisht përdorimi i këtyre ilahive dhe videove të gjeneruara me AI? Pra përfundimisht thot, muzika është e hequr. Unë faktikisht jam kundër animacioneve. Jam kundër, sepse ato janë kopjim i krijimit të Allahut. Është ndryshe kur është me fytyrat e njerëzve normal, dhe është ndryshe kur bëhet me animacione. Unë nuk jam për vete, nuk jap dot fetva, plus që lënia e vokaleve, krijimi i vokaleve, pavarësisht se ishin instrumentet, këto vokalet e krijuara komplet nga kompjuteri, duke mos qenë zë natyror, unë për vete nuk jam i qetë. Më është bërë dhe këtë pyetje më duket sot në WhatsApp dhe kam thënë të njëjtën gjë, kam thënë nuk jam i qetë me këtë gjë. Unë për vete nuk jap dot fetva që lejohet, ndoshta të pyetet në hosh tjetër që mund ta ndaj këtë punë. Unë për vete nuk jam fort i qetë. Jam
një motër besimtare shtatzën më tregon çfarë lutje të them. Lutju Zotit çdo mëngjes, çdo darkë, që Zoti t'japi shnet ty edhe bebit tënd. Nuk është se në Islam ka ndonjë lutje speciale, specifike, që quhet lutja e shtatzanisë. Dhe hadithi që thot gruaja shtatzën ka kaq sevape, kaq probleme, gjitha këto janë hadithe që nuk ekzistojnë, por që nuk ka dyshim se një grua shtatzën është më afër Zotit, më e dashur te Allahu, sepse po kontribon për jetën, po kontribon për ummetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. E ky fëmijë që vjen në jetë, ndoshta Zoti më dhe ka bërë që të jetë dikushi që të ndryshojë gjendja e një populli apo të ndryshojë gjendja e një ummeti. Për këtë arsye ka qenë traditë në të parëve tan që kur merreshin në vesh se dikush është përgëzuar me fëmijë, ka pas lutje nga më të interesantet, disa i dini, po një nga lutjet që më ka lënë shumë mbres është lutja Ja'alahu Allahu Mubarakan ala ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu e bëft bekim për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra qoftë ky bekim, qoftë ky marsi për ummetin, pra me kuptimin e bof Zotit mbar dhe bof Zotit bekuar, dhe unë mendoj që kjo është një nga lutjet më interesante të bukura të transmetuara kur dikujt i jep Zoti fëmijë, normalisht nga të parët tan, pra nuk është hadith kjo gjë, po është transmetuar nga të parët tan. Kam një pyetje për të ngrënë nurin shtrirë, si çipsat, farrat e tjerë. A është keq, haram apo janë besëtni? Në Islam, kur flitet për të ngrënin dhe për të pirin, gjithmonë trajtohet ulur. Pra njeriu rrin ulur. As nuk është mirë me pi në këmbë, as nuk është mirë me pi shtri apo me hëngrë shtri. Ndërsa për të ngrënën në këmbë ka i far tolerance. Për të pirën kur është e nevojshme dhe kur s'ka mundësi, ndërsa për të ngrënën shtrirë apo për të pirën shtrirë, kjo është ka, domethënë, tip teksti që e ndalon një gjë të tillë. Faktikisht ndalesa a është tahrimi, pra sa është haram, apo është e urryer. Teksti e ka përmend arsyen, faktikisht thot nuk është mënyra të ushqyerit të njerëzve devotshëm. Pra ka tangërllik mrena. Kur njeriu ha shtrin, është një lloj tangërlliku. Njeriu do të haj ul. Kjo është më e sakta dhe më e drejta, që njeriu han ul, ose ul në tokë, ose ulur në tryez. Me karrige, kur i thonë. Jam e martuar prej 4 vitesh, por burri gënjen. Për çdo gjë gënjen, edhe kur s'ka asnjë lloj përfitimi prej asaj apo nuk është se rregullohet diçka. Dhe sa herë që ja kap gënjeshtën, mundohet të gjejë një gënjeshtër tjetër që ai të manipulojë situatën. Për shembull, duke u betuar për familjen e tij. Kam frikë se gjërat do shkojnë kështu për herë dhe ai nuk ka për ndryshuar kurrë. A kam haram ta lej? Po provoj edhe ti ta rrënjësh edhe ti. Që ai ta kuptoj se çdo të thot me rrënjët për çdo detaj. A ka krip? Jo, thuj. Kur shkoj të shofi krip, dhe kujtova se s'ka. A kemi sheqer? S'ka sheqer. Kur shkoj të shofi sheqer, kujtova se s'ka, më she fiksu që s'ka. Ndoshta i vin mend. Edhe thot mirë kjo motra shkret, thot s'ka ne dobi, sa atë më përshënë rrej robi, sa është në hallë dhe në siklet, po ky rreka, kjo e pas ka bërë rrugë këtë punë. Vallaj o vëllezër, domethënë dhe motra, kjo nuk është normale për një njeri normal. Nuk është normale. Njeriu bjerë herë në siklet, edhe bën atë që quhet rrena e bardhë, pra që nuk ka dëm, po për të larguar llafet, për të larguar zhurmën, okay, sepse ka hadith profetik që e përjashton këtë lloj situate në jetën bashkëshortore ose në luftë ose për të pajtuar njerëzit. Amo që të jetë rrugë, siç e ka bë ky Renacaku, mashtruesi, kjo s'm duket normale. A justifikon
kjo gjë që femra të kërkojë divorc, se them dot. Sepse në fund fare ky është gjunafçar me këtë që bën, dhe pse burri bën një gjuna, femra nuk justifikohet që të kërkojë divorcin prej tij. Po nëse i bëhet bajat, prej kësaj pune lejohet divorci. Lejohet me kërku divorcin nëse shkon situata në bajatlik. Bëhet bajat. Ka kur bëhet dikush bajat e vllas? A kupton? Në këtë rast i lejohet që me kërku divorcin. A mund t'ja vejmë emrin vajzës thonë Zana? Mendoj se nuk ka problem. Pavarësisht se ndoshta në gjuhën shqipe ka kuptimin e zanave, pra nuk besoj se ka problem sepse kuptohet që nuk bëhet fjalë për zanë, është njësoj sikur më e quajt fëmin melek. Për gjithë e dinë që ai nuk është melek, po me kuptimin bukurosh, me kuptimin. Kështu që unë mendoj se nuk ka ndonjë problem, megjithatë Allahu e din më së miri. Po Karamele Zana, vin nga Tirana Peshkopi. Pastaj si ishte? Ja. Okej, paska njerëz që e makan men akoma. Burrin, pasën kap me burrat sonte, alhamdulillah. Pasi u martuam ka ndryshuar karakter, zemrohet për çdo gjë, ka frikë të marrë iniciativa dhe më e keqja nga të gjitha ka lënë dhe namazin. Një person i afërt me mua ka shkuar te një zonjë, nuk e di se si ta quajnë në shqip, zonjë pra i ke thonë të gjitha, po i the zonjë, i ke mbledh të gjitha mrena. Ka shkuar tek një zonjë, nuk e di si ta quajë në shqip, e cila i ka thënë se ai është i traumatizuar dhe i ka hipur një perri brenda. I ka hipur, ka për qëllim i ka hyrë. Se i ka hipur është kështu. Edhe hipja nuk është mrena, hipja është lart. Dhe ai ka thonë i ka hipur një perri është gjindi femër në gjuhën autoktone të Shqipnisë mesme. Gjinit mashkull i thonë gjin, dhe Shqipnia mesme gjinit femër i thonë perri. Thotë dhe i ka hyrë një perri mrena, hajde qoftë. E që nga koha kur ka pasur një aksident automobilistik. Dhe është e vërtet që burri im ka pasur një aksident automobilistik shumë të rëndë. Nuk e dia, ka thonë të drejtën ajo apo jo, në ka dhënë dhe një ujë që ai duhet ta pi për 7 ditë. Çfarë të bëj? A është haram? A duhet i besoj? Dhe çfarë mund të bëj për burrin tim? E para kjo zonja që e ka tamam nona, se ajo Ferideja që kina postu ne, e tjera, ato që ta qenisin, e para. E dyta, s'ka mundësi që një njeri që është tamam fetar të di se çka ka personi pa i knu, pa i bë seancën e analizës. E dyta, e treta, i ka dhënë dhe ujë për të ashtu për ta pije për 7 ditë e tjerë. Unë sugjeroj që këtë zonjën me shumëzu me 0 dhe ky personit të shkojë tek një hoxh i cili është tamam adapt për këtë punë, i cili është autorizuar, i cili është i specializuar, i cili ka eksperiencë, edhe ta mori hoxha në dorë, jo zonja. Mos ta mori zonja, kjo që e gjeka pa të pa, po të shkojë tek një hoxh zotni burr, i cili është tamam specialist i kësaj fushë. Një motër më pyeti t'ju pyes juve. Ajo thotë se ka qenë 2 herë e martuar dhe është ndarë. Tash më ka ardhur një shans e fundit për martesë. Pse mund të vazhdojsh kështu? Edhe herë tjera nuk s'është kusht me qenë e fundit. Nuk është kusht me qenë e fundit. Tash më ka ardhur një shans e fundit thot për martesë, e desha me dita bën një qa vetëm pa miratimin e babait. Se ai s'është gjallë. Më ngjall nga vorri. Ndërsa vllaznia jetojnë në Maqedoni, e kam gocën 23 vjeç, me e marrë si dëshmitar dhe imamin e xhamisë. Jo, duhet patjetër të kesh një kujdestar nga gjaku jot. Baba pas ka hik këtë shumtit, Allahu e mëshiroft, tani vëllezërit ose çunin, nëse keni ai çun që është mbi moshën 14 apo 15 vjeçare, ai çuni duhet të jetë kujdestar, duhet patjetër femra të ketë kujdestar. Përveç se nëse jeton në një vend
Përveç se nëse jeton në një vend që gjykojnë hoxhallarët me medhebin Hanefi, nëse jeton në një vend që hoxhallarët gjykojnë me medhebin Hanefi, ata mund të ta qenisin nikahun edhe pa pas mashkull të familjes, por unë nuk jam me këtë mendim. Pasi ne në këtë mesele ecim me hadithin që thot, nuk është i vlefshëm nikahu, po nuk që prezent kujdestari dhe dy dëshmitar të drejtë. Dhe ky është medhebi Hanbeli dhe medhebi i xhumhurit. Pra në tre medhebet, alhamdulillah, Shafit, Malikit dhe Hanbelit nuk vlen, po nuk pati një familjar për shkak të hadith. Dhe Hanefit e kanë lejuar, thot, është mirë me qenë, po jo patjetër. Dhe e mbështet se pejgamberi sa më ka pas bërë nikah pa lejen e prindit. Si vinte dikush, thotë pejgamberi Zot, duhet martohem me ty. Se te pejgamberi unë s'kam nevojë, po merr baftjarin për njerëzve, filan sahabi. Dhe pranoi të goca, pranoi të çuni, nikahun hec. Selam aleikum, aleikum selam. Ky është argumenti, se mos kujtoni se Hanefit ja kanë fut në ajër. Po faktikisht pejgamberi sa është në rolin e kujt? E kujdestarit, prindit, e tjerë. Pra, qiyasi në këtë rast nuk është për shkak të tekstit. Ato thonë teksti është i saktë dhe vlen, po jo kusht. Obligim, që edhe po s'qe vlen. Kështu, domethënë kanë bë interpretimin. Thjesht me ditë e rëndësishme, nëse je në një vend ku gjykohet pra hoxhallarët ku ti jeton, ose xhamia ku ti falesh, hoxha gjykon me medhebin Hanefi, vazhdoje me hoxhën tat, mos më pyet mua. Nëse do të marrësh mendimin tim, duhet patjetër të kesh një kujdestar nga gjaku jot, që është vllai në rastin tënd, ose në çun, nëse ke çun. Jam një vajzë 17 vjeçare, punoj në një dyqan me orë dhe me bizhuteri. Po ka dhe gjëra që në Islam janë të ndaluara, a mund të shes ato? Jo, gjërat të ndaluara haram nuk mund të shesësh. Pastaj ky është gjykimi i përgjithshëm dhe i parë. Pastaj nuk e di si është halli, si është situata, si është sikleti, a ka bukë me hongër kjo goca, s'ka bukë me hongër. Këto gjëra që janë haram, a janë shumë apo janë shumë pak në krahasim me atë që është halal, etj. Pra fetvaja ndryshon në sajt situatës. Po si gjykim i parë nuk lejohet, si gjykim i parë. Nëse vajza do të na japë disa detale të tjera, mund të ndryshojmë fetvan. Jam fillestar në fe dhe vim nga një familje muslimane, edhe pse nuk janë praktikant. Ata nuk i ndjekin ritualet sipas Islamit. Dhe unë kam kohë që po mësoj rreth fesë dhe besimit dhe falem kur kanë mundësi, sepse prindrit nuk janë dakord që unë të fal namaz. Dhe unë faktikisht e bëj fshehurazi këtë gjë, apo bëj gjuna që falem fshehurazi? Jo, nuk bën gjuna, Allahu shpërblet, Zotit në roft. Allahu ta mundsoft një fat të hajrit, besimtar të mirë, devotshëm dhe të edukuar, edhe inshallah të martohesh sa më shpejt e të bish rehat nga prindrit komunist. Fal 5 kohët e namazit, po kohët e fundit e fal ulur se kam probleme me gjunjt, pra nuk mund të ri në gjunjë dhe në sejdë. A pranohet namazi? S'ka dyshim që po. Njeriu duhet falet në këmbë sa ka mundësinë, kurse ka mundësinë, Zoti thot në Kur'an, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Falu në këmbë, hadithi, e nëse s'ke mundësi falu ulur. Ajeti ishte, Allahu nuk e ngarkon njeriu te mundësive të tij. Kam rreth 5.000 euro të kursyer në bankë dhe banka më jep pavarësisht 10 euro në muaj si fitim. A konsiderohet kjo riba, pra kamat haram? Absolutisht që po. Nëse ka një përkufizim për kamatën, ky është përkufizimi më i saktë. A ka ndonjë dua për shërimin e mërzisë dhe të zemërimit nga fjalët e njerëzve? Po. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Më mjafton Allahu. Ai është mbrojtësi, ai është streha më e mirë. Lejo Zotin, mos e vrit mendin. Thuaj kam lënë Zotin, edhe kaq, edhe buzëqesh. Lej Zotin. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Më mjafton Allahu. Ai është mbrojtësi më i mirë. La haula wala quwata illa billah. S'ka forcë dhe fuqi për të mirat dhe për të larguar nga të këqijat vetëm se me forcën dhe fuqinë e Allahut. Ose lutja është pak e gjatë, ajo duhet ta gjesh tek libri mburoja,
që thot kush thot Allahumma inni abduka ibnu amatika nasiyati biyadik madhin fija hukmuk adlun fija qadauk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bi deri në fund. Edhe kjo është që largon çdo pikëllim dhe çdo mërzi. Ndërsa Allahu xhalla xhelaluhu e ka mësuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që kur është i mërzit për idllafeve të njerëzve, çfarë thot Kurani? Wa inna lana'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun. O Muhammed, e dim shumë mirë që ty të ngushtohet shpirti nga fjalët e tyre. Zgjidhja fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha. Prandaj dlirsoje dhe madhëroje dhe lavdëroje Allahun para lindjes diellit dhe para perëndimit. Dhe në kohën kur dalin yjet. Pra sikur po i thot Allahu, lidhu me Zotin. Mos e majnë mendjen, po njeriu është krijuar i tillë që ndikohet. Atëherë si ta nxjerrësh këtë siklet duke fal namaz? Hajde për sabah në xhami vëlla. Hajde namaz për namaz në xhami. Vallahi billahi do të shkarkohesh. Përmend Zotin, bëj dhikrin e mëngjesit, dhikrin se do të kesh kohë me humor me hajvan, me kafshët, nuk do të kesh kohë me humor. Shtet ju Zotit, lut ju Zotit, përmend Allahun, ço salavate. Kështu që thoshim Siri kur kena qenë student, kur nxefshim në herë ose kur nxefej dikush i thot njëri tjetrit populli, thot salli ala nabi, salli ala nabi. Ço salavate për pejgamberin alayhis salam. Se thonë qetëso, ço salavate, Allahumma sa. Tani të kënaqësh salavatin ti në një moment mërzitje, normalisht që do të angazhohesh me salavatin nga mërzitja. A është haram shoqënimi i gjinnisë së kundërt dhe a është haram me shpreh dashnin të një gocë? Aman alhamdulillah çpak në që ngjojmë kështu muhabetesh. Shoqënimi është si puna e litarit. Tani nuk e dim sa tërhiqet si puna e ellastikut, shoqënim. Është e gjerë shumë si fjalë. A është haram thot me shpreh dashnin një gocë? Nuk është haram, po a do të na lojsh këtu? Dhe a do të na lojë goca këtu? Kështu që më e mira në këtë lloj situatash është që njeriu ta kalojë në familjare situatën. Pëlqeu i gocë, shumë mirë valla, interesou si qysh tek, edhe nuk o shkësh ti si gallup. Ço di kë, ço prindin, ço di kë tjetër, di si është puna. Kemi dëshirë me kërku dorën e vajzës tuaj. Po pse të martohem pa ulme të jo më vëlla, kush e tha që të martosh pa ulme të? Merret një miratim para prak nga familja, ulet çuni dhe goca, flasim njëri tjetrin, bisedojnë. Po sa herë, një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë. Po pse do të ngjen të tjetër? Jo më vëlla, familjarët ulen me tan. Ata ulen me tan. Dhe cicërojnë me njëri tjetrin. Nëse shkon situata për te cicërimes të fillon zemra rreth fort, elhamdulillah. Nëse shkon situata vetëm cicërim, atëherë lejmë cicërimat dhe vazhdojmë derisa të shohim një rast tjetër më të mirë. Pra ka zgjidhje halal, elhamdulillah. Edhe janë për Zotin lidhje më të efektshme, më të dobishme dhe më të bekuara se lidhjet e tjera. Mos beso tek vetja jote, mos unë komandoj vetes, unë besim te Allah, ku ka aty apo? Ku ka aty shejtani aktiv 6G, jo 5G, po 6G, 24 orë aktiv. Jam studente e mjekësisë dhe kam kohën që duhet të zgjedh një drejtim për të studiuar në një fushë të mjekësisë në fakultet. Mua më pëlqen shumë drejtimi i fizioterapisë dhe mjekësia sportive dhe dua ta di sa është e lejuar Islam që si femër të punojnë në këtë drejtim? Po. Absolutisht. Absolutisht që po. Unë i përmbahem pyetjes, a lejohet, lejohet. Jo do thoni po ja lejohet, kur ta bëj pyetjen japim përgjigjen për meshkujt. Gjithu pak shumë, po si lejohet, se do të ashtu dhe meshkujt. Po do ja bën femra. Kështu që mos u stresoni. Nëse keni bëni pyetje, bëni për veten tuaj, jo ke pyetjet e tjerëve. I kemi ndalu pyetjet që ndërtohen mbi pyetjet e tjerëve. Gati këta me bot pyetje.
Jam student, okay, lexuam këtë. Pa çfarë ke burr lej njerëzit qetë burr se ato ka shku Haromi deri këtu. Pa ngel Haromi me marr klientin mashkull me afërku, aty ngel Haromi. Do bën nomi. Kërcasin. Elhamdulillah, Zoti na ruajt këtë vend nga e keqja e robëve të vet. Normalisht që ka disa rregulla, se edhe mos ta lejmë pa përgjigje se mirë ka vëllai se mund ta abuzohet në përgjigje. Normalisht pastaj ka kritere, nuk domethënë që është çfarë është e lejuar dhe çfarë është e ndaluar. Kemi gjetur para derës së shtëpisë vezë të thyera, që na i kishin thyer tek dera. Pastaj kemi gjetur që qiriqi ishte ndezur dhe ishte shkruar para qepenit biznesit. A është kjo magji? S'ka dyshim që kjo është magji. I paralizoft Allahu këta njerëz, i shkatërroft Zoti këta që bëjnë magjira të tilla. Zoti u dhënë aty ku ju dhem më fort. Kështu që në raste të tilla përgatitet një tretësirë, që është tretësirë me ujë të knum, me uthull, me krip. Pastrohet veni, merren këto gjona të futen tek tretësira, lihen ca minuta, ca orë, pastaj derdhet uji, nuk ka problem se ku derdh ujin, dhe kjo gjëja lëvozhgat e vezëve në këtë rast apo qirinjt e mbetur, i jepet flak, ju vjet flaka. Do të pyesja mbi Forexin. E kemi dhënë përgjigjen për këtë. Pra Forexi, edhe ai që quhet Forexi islamik është haram. Edhe ai që thon, ka një alternativë që thot Forexi islamik është haram. Pra kjo është një çështje o vëllezër që është diskutuar, janë mbledh dietar për këtë tematik edhe elhamdulillah ka dash Zoti që fetvan për Forexin e kam dhënë qysh nga 2004 ose 2005, nuk e mbaj mend. Ka qenë një vëlla musliman nga Lushnjë që u merrte me të, para se me ikë në Amerikë, Allahu e ruajt. Edhe kam dhënë më vonë, pastaj kam gjetë fetvat e dietarëve që e kanë ndaluar, madje edhe Forexin islamik. Kështu që unë është një çështje për cilën nuk kam dyshim fare. Elhamdulillah. Jam një motër muslimane 5 vakte, mirë po familja ime është muslimane me emër. Një fallxhori ju ka thënë, më sillni mua ca lek të shkoqura, do i këndoj tamam në shtëpi për të shtuar pasuria. Jam shumë e tmerruar nga këta njerëz që arrin të bëjnë gjëra të tilla. Çfarë të bëj? Sepse që atëherë babai më humbi punën, dhe është i pa punë, e pas ka zonë. E pasa tamam në fjalë. Kjo i ka thonë më sillni ca lek që t'ju shtohet pasunia, baba grop. Elhamdulillah, kjo është argument, argument që mos shkoni ke shejtant, mos kërkoni dritë në errësirë, por kërkoni dritën nga Zoti. Subhanallah. E dikush është më e fortë se këta njerëz nuk besojnë fe, ama kur bëhet fjala si mund të bëjnë lek, bëhen shumë kështu sofista, bëhen shumë kështu spiritual. Më ku leku nuk ka gale. Se më pasur ta pyet këtë tipin, beson ti se ka xhin, se ka, jo, më thotë, se ka me engjëj, jo, më thotë se ka shpirt, jo, thotë s'ka. Shkon ja fallxhorës, Arrijovkës. Në Arrijovka pingull. Burri im s'është mirë me gjendjen, e shtrëngon ana e majt dhe gjithçka është në rregull nga ana tjetër. Jemi konsultuar në anën medicinale dhe me një oxhore. Çfarë do thot oxhore? Nuk e di. Nëse që dhe jam tha që burri jot ka të bërë magji, ndoshta ka përshillën fallxhor, e ka shkurtu. Dhe ajo më tha që burri jot ka të bërë magji për vdekje, ja kanë bërë magjin dhe tani un jam në ankth të madh. Nuk e di a është e vërtetë do të vdesi burri apo jo. E para, ke bë shumë gabim që ke pyet këtë Arrijovkën, këtë fallxhoren, këtë sharlatanën, e para gjë. E dyta gjë, çojeni tek një hoxh, knojeni, mund të jetë magji, mund të jetë mësysh, mund të jetë problem zemre. Ç'është kjo punë kështu? Çojeni tek një hoxh, knojeni. Edhe hoxha ndan këtë punë, hoxha që është kompetent, jo oxhoret. A më quhet mëkat nëse prindet e mi nuk më lejnë më u fal dhe më shku në xhami. Për shembull, s'm lan tani më shku për faljen e Bajramit dhe u acarun shumë dhe mbërtitën.
Nëse je 14 vjeç e lart, e ke haram t'ju bindesh prindërve. Do të shkosh në xhami, do të shkosh me fal Bajramin, do të shkosh për xhuma, dhe prindrit të pinë llall me pak krip, mbasi të ketë qëndruar 1 orë në frigorifer. Ala ka komunista gjallë, ala ka kështu speciesh mbi tokë, s'lejmë thot fëmin me u fal. E disi e dun fëmin këta, që fëmija t'i zhdëpi, nuk dun fëmi që falet, që e veballin sejdë, që puth babën, puth nonën, i respekton, i neron, po këto dun një fëmi që t'u amori lekët, t'i harxoj lart e poshtë, edhe t'u fusi nga një rrip të lagur, e thonë, amon me shkojnë xhami, pasha Allahun, unë kam raste që e kanë ndalu nga xhamia, ka fillu fëmia punë të pista dhe punë të këqija, amon më thosh mohosh, amon merren në xhami, pasha Allahun. Ore ka qenë mirë fort, po pse na lut ju? Po e mos e kujtum se mos na bëhet ekstremist, amon le të bëhet çfarë det vetëm kështu se na qiti. Pra na qiti. Apo? Kështu që Zot na ruaj. Kështu që vllai i vogël, nuk e di ai i vogël apo i madh, e rëndësishme, nëse je 14 vjeç e lart dhe pros si ta doj shpirti jot dhe zemra jote, dhe nëse të pengojnë apo të ndalojnë, denoncoj. Por denoncoj në polici, ke komisione antidiskriminimit, vallaj bilaj për Zotin, na si bëhen. Se këta që si friksohen Zotit, kur i vjen shteti, bëhen pula, bëhen lepuj. Su bën njerëz ta më vëlla për Zotin. Si su bën njerëz më vëlla. Pengon fëmin me u fal. Pengon fëmin nga vajtja në xhami. Pengon fëmin gjithë bota mu sheshi plot rrot të thonë po kaq mirë, po kaq mirë. Lajm botror. Është këto komunistët këto raca mos bofshin hajër, mos bofshin. Stakfirullah, Zoti u zot. Arsyetorët marrja kredis kur nuk ke zgjidhje tjetër. Jetojmë në një apartament me qira 7 vite, kemi 3 vajza dhe me ne jetojnë edhe vjera dhe kunati. Tokë të trashëguar nuk kemi, paga e bashkëshortit nuk mjafton sepse duhet një shumë e madhe. 30.000 euro për tokën. Dhe na u desht marrim kredi, e bëm nga halli. Po paski marru punë, ç'a të bëjnë shkreti? Po gocat kanë për të martu, 3 goca do të martoheshin dhe shtëpia do ngelte juve. Hajër inshallah. Unë nuk gjej arsyetim. Allahu të më smiri, pyetin ai hosh tjetër. Jam martuar me një feje tjetër. Kam pa Kur'anin nuk e ndalon. E ke pa Kur'anin, po e ke pa me syze. Duhet hishe syzet, edhe e gjeshen Kur'an që thot Zoti, dhe mos u martoni me jo besimtarët. Edhe nëse janë shumë të pasur. Një skllav besimtar është për ju mirësi dhe bekim, se sa një i pasur jo besimtar. Thjesht duhet hishe syzet edhe ta gjeshen Kur'an. Nuk e lejon Islami një gjë të tillë. Më ka shqetësuar një rast tek prona ime, kam gjetur brenda në një thes 3 atlete të lidhura dhe të mbështjellura me njëra tjetrën. Në fakt kur i pam menduam se mos i kishin harruar dikush nga njerëzit që peshkojnë afër kësaj zone, por ai që na bëri përshtypje është se askush nuk ka lëvizur nga vendi dhe kam frikë se mos e ka lënë dikush për magji. Hajër inshallah, Zoti boft hajër dhe boft mirë, merrni këtë gjën, futeni në një tretësirë, siç e përmendëm, më lart me ujë të kënuar, me uthull, me krip, lejeni aty për një farë kohë, nëse ka diçka të lidhur, edhe pse duket sikur janë lidhset, ju zgjidheni, lejeni aty në ujë disa orë, pastaj vejeni flakën. A e thot Kur'ani që Isai, Jezusi, do të gjykojë njerëzit? Apo është Allahu që bën gjykimin? Allah. Jezusi do dali para gjykatësit. Ja Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi takhidhuni wa ummi ilahayn min. O Isa, biri i Maryamës, o Jezusi, biri i Maris. A mos valli ishe ti që ju the njerëzve me konsideroni mua si Zot dhe nënën time? Ai do të përgjigjet, subhane.
I dëlir jeti o Zot nga çdo emet. Unë nuk kam thënë njerëzve vetëm se të vërtetën, atë që ti më ke thënë. Ju kam thënë adhuroni Allahun, Zotin, një të vetëm, edhe mos adhuroni askënd tjetër përveç tij. Nëse unë do ta kisha thënë këtë, ti je dëshmitari asaj që unë kam thënë. Unë kështu kam thënë sa kam qenë gjallë, e mbas vdekjes nuk di unë se çfarë kanë bërë njerëzit. Ti je dëshmues. Nëse i fal për këtë që kanë bërë, janë robët e tu. E nëse i ndëshkon, ti je i plotfuqishëm për gjithçka. Kështu që nuk është e vërtetë se është Jezusi Isa alayhis salam ai që i bën gjyqin njerëzve, është Allahu, Zoti I tij dhe Zoti I botrave, dhe Zoti I gjithë profetëve, dhe Zoti I engjëve. Gjykatësin e bën vetëm Allahu. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, mbreti, sunduesi, gjykatësi I ditës së gjykimit. Jam një grua 24 vjeçare, kam 2 djem, I pari është I smur gjenetikisht nga ana ime, dhe unë I kam treguar burrit faktikisht për këtë sëmundje para fejese, kur isha 18 vjeç. Me aq informacion sa kisha mbi këtë problem. Duke qenë se këtë sëmundje kishte edhe babai im, dhe ai më thot mua, tani ti më ke shkatruar jetën, dhe më ke prishur racën. Unë shpirtin ndjej se jam I pastër sepse nuk e kam gënjur dhe e kam thënë atij të vërtetën. Dhe kur s'kam dashur ta lëndoj zemrën e burrit tim. Motër, ti je në rregull me Zotin dhe me gjithçka. Këtë karafilin Allahu zoft, Zoti e falt, që sillet në këtë formë dhe flet në këtë gjuhë. Jam njohur me një vajzë dhe jemi takuar dhe jemi pëlqyer, aty qof për hajër. Po vajza kishte një problem në duart, I kishte disi si me aftësi të kufizuara, por gjitha punët I bënte vetë, gjitha gjërat I bënte vetë, ishte në rregull si në edukat, si në sjellje. Kur u tregovan prindërit mi për këtë gjë që janë takuar me një vajzë dhe që ka këtë problem, ata u mërzitën shumë dhe ju erdhi shumë në rënd dhe më thanë që të ndërpres lidhjet me të. Dhe unë u mërzita shumë, po tani nuk di se të veproj. Fal namaz istiharje dhe vendos. Çfarë thot hoxha? Pastaj nuk e di se çfarë mund të jetë ky problem. Se di, Allahu alem. Nuk e di. Përgjigjja është nuk e di, regjistroje. Shiqur që tha herë nuk e di, alhamdulillah. A lejo t'ua vendosim emrin fëmijës, le y an. Mos ka për qëllim lejan. Se këtu thot le y an. Mos ka për qëllim lejan, ha? Lejan lejohet. Lejan. Lian s'lejohet. Lian s'lejohet. Sa është mallkim, procedura mallkimore. Lian. Ndërsa lejan lejohet. Ke folur në një video, bëhet fjalë për këtë video. Bëhet fjalë për këtë video. Nëse prindët bëhen shkak që një çift të ndarë kanë fituar mallkimin e Zotit, I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë. Këtu bëhet fjalë për ku bëhen sebeb për ndarje kot pa arsye, pa se kur prindi ndërhyn me të drejtë dhe I tregon të vërtetat në raport me burrin apo në raport me gruan, në raport me burrin gocës vet, apo në raport me gruan çunit vet, se përfshin fjala ime. Ne po themi kur si pëlqesa është nga filan nahi, nga filan krahin. Ne jemi kështu, këta janë kështu. Kjo është ajo që është mallkim me nda çiftin. Ama kur është me merit, s'ka lidhje. Jetojmë në Evropë dhe këtu varri paguhet çdo 25 vjet. E zemsa e paguhet më thot për 100 vjet. Kur kalon koha ata ta hekin varrin. Pyetja ime është, a lejohet kjo në Islam? Apo duhet patjetër ti varrosin vendlindje? Nëse I lejnë aty dhe bëjnë varre të reja, nuk ka problem. Siç ndodh në Beqije për shembull.
afër xhamisë pejgamberit alayhis salam. Sa njerëz vdesin në ditë atje? Si varrosen njerëzit në atë vend aty? Ata që bën, i rigjenerojnë çdo 50 vjet të tjerë. Nuk ka problem fetarisht. Është një faqe që duam ta denoncojmë, qysh nga emri, po arsyeja e denoncimit është se këta përdorin dhe Kur'anin tek faqja e tyre dhe ka shumë peshq, trupeshq që bien në rrjetën e tyre. Kjo faqja titullohet Parashikimi i fatit dhe ka aty Kur'an, ka qirije, tjerë. E kapi? Okej. Larg këtyre gjonave, vetëm nga emri Parashikimi i fatit muslimoni nuk duhet të afrohet. Në lidhje me dyqanin që i lejmë me qera, nëse në një biznes i merr për kafe ose për loto, për kafe halal, për loto haram. Desha të pyes pse kur shkojnë në xhami dhe kur shkojmë në shtëpi kam kokë dhimbje, a mos janë këto simptoma të ngacmimit të xhinëve apo ndonjë gjë tjetër? It's masi gjallë, por mund të jesh i lot, mund të jesh. Mos i kushtohen si kësaj pjese se pastaj fillon fiksohesh kot. I në rregull, merr nei paracetamol, merr nei çfarë quhet? E tjetra. Ë? Ibuprofen. Ë? Ibuprofen. Bab në profeni. Kështu që stresit zero, s'ke asnjë gjë. Nuk ka asnjë gjë. Si quhet ajo që hapet kështu? Oki. Si mësova herë me okin unë? Mësova herë me okin, u futa në Evropë, diku në makineri. Edhe kisha okin me vete. Edhe bone bip, u çudita unë. Kur dola aty pastaj bone atë, prap boj dëzhuar me ajo. Çudi. Ë? Ose mund të jetë për letrës. Mund të jetë letra me direkt, metale të rënda, autizmi. Okej, shohim pyetjen tjetër. Shif çfarë ka këtu. Këtu është e vërteta me të kotën. Ka një nusk në dorë. Se dia dallohet apo nuska në një dorë. Një nusk, pra hajmali në një dorë. Si çfarë thot këtu komenti? Magji e bërë, e gjetur për bllokim fati. O Allah, fillon tani, neni, vajosja. O Allah, lidhshin kokën e vet. Mallkim mo kështu. Mallkim mo që të zën pa dal gëdera. O Allah, thot, lidhshin kokën e vet. Pastaj vjen orientimi. Merë han malin, jo haj malin, han malin. Dhe verë në ujë me krip, ka gjuca gjona për i nesh, për ju kanë bërë lëmsh. Dhe më pas hidhen në det, ose në liqen, ose në lumë. Ju që i mashtroni njerëzit, ju ardhë Zoti i hakut. S'ka zgjidhje tjetër për ju, vetëm Zoti ju ardhë hakut. Pra, diçka e vërtet, tek puna e malis që është diçka e dyshim dhe ku dëgjon e tjetër. Si që thot, magji e bërë dhe e gjetur, këto me fjalë ta gjenë, ajde një kelali. Si quhet faqja tani? Faqja quhet nëna tarot. Pra ne edhe e solla këtu. Nëna tarot. Janë ato letrat. Ato letrat janë a besim, a islam, janë jashtë fesë, jashtë besimit. Janë fal, janë dalje nga islami. Tani vjen djalli i mallkuar me të dhonë leksion për prishjen e magjisë. Dhe fakti që këta thonë, hidhen det, ose në lumë, ose në liqen, këta duan që ti mos ta shkatrosh kur magjin. Pse? Duke herë në lumë, ose në liqen, ose në det, ose në oqean, do thot e ke mbrojt sa tjetë jeta. Pra ne larg këty një njerëzve që janë plera. Vllai im dhe nusja e tij kanë përdorur dhunë fizike ndaj babait dhe nënës, madje edhe gjatë Ramazanit.
kur ata kanë qenë të agjërueshëm. Si pasojë prindrit janë lënduar si fizikisht, po edhe shpirtërisht. I kanë nxjerrë nga shtëpia e kurse nusja jeton me nënën dhe me babën e vet atje në gurbet. Ne jemi munduar t'ju flasim, por ata nuk pranojnë komunikim. Përkundrazi, nusja kërkon që prindrit t'i kërkojnë asaj falje dhe vllai im çon fjalë të tjerëve që prindrit duhet jenë ata që kërkojnë falje. Edhe pse ata ishin që patën dhunë fizike prej këtyre, pra. Prindrit jetojnë tani vetëm, ndërsa vllai me nusën janë në gurbet. Vllai im ka qenë shumë mirë para martesës, por pas saj ka lëshuar shumë dhe është larguar nga familja. Çfarë na këshilloni të bëjmë? Mani prindrit afër, edhe s'keni çfarë bëni. Ta këshillojeni që të pendoheni herë tek Zoti, se me vu dorë mbi prindin shembet toka, shembet qielli. Po këta nuk janë njerëz. Këta nuk janë njerëz. Edhe unë mendoj se nuk është vetëm faji nusës, po fajin më të madhe ka çuni. Se masi erdhë nusja, masi u martu. Jo, ky nuk është njeri. Dhe ky që nuk është njeri është më martu me një person që nuk është ajo njeri. Dhe halli i pleqve që të kenë dy jo njerëz në shtëpi. Do të thoshti pa ato pse si kanë eduku. Tani unë nuk do të futem në detaje pse këta nuk kanë me 5 vakte me namaz nate, po unë po flas për situatën. Ha shpirt. Ke edhe 14 minuta. Ha. Thuje, qite. Kanë ardhur nga rrjetet sociale, këto si kanë bërë gratë. I kanë bërë rrjetet sociale, jo gratë. Rrjetet sociale. Borët e ndanoqa i din gjitha. Në rrjetet sociale po reklamohet një risi nga ana e muslimanëve e quajtur halal browse. Ç'është halal browse? Ngjyrosja e vetullave me ngjyrë mishi. Se shkulja është haram, ka mallkim. Ç'a bën? I bëjnë të dukshme, edhe i jep formën tamam vetullës si çdon. A është e lejuar kjo fetarisht? Se di. Nuk e di, Allahu ala. Pyetje të vështira sot. Na mytën. Se di, Allahu ala, Zoti e din më së miri. Kur them se di, do të thotë që unë anoj tek snuku, po haram se bëj dot. Unë anoj më shumë tek joja kur them se di. Se fakti që them se di do të thotë se kam frikë me thonë lejohet. Se mos e merr dikush se di, tha hoxha se di do të thotë që lejohet. Mos kam thonë lejohet. Po atë haram nuk them dot se s'di këtë tekst. Allahu alem. Kam dëgjuar nga njerëzit se me marr abdes në banjë që nga haram e me marr në kuzhinë që nga sevap, larg budallëve. Se janë shtu shumë. Si ka mundësi që një prind i dalloj fëmijët kaq shumë? Babai im motrën e martoi me kana gjegj, ndërsa vllait i bëri dasm rreth 40.000 euro, i bleu dhe vetur 10.000 euro. Ndërsa para se disa ditësh kur i tregova hallin tim që burri pas në vështirësi, më duan vetëm 2.000 euro, nuk më ndihmuan. Përkundrazi, vazhduan të flasin për ndërrim veture dhe plane të tjera. Unë jam martuar pa dasëm, pa asgjë. Asnjëherë nuk është shpenzuar për mua diçka. As edhe 20 apo 30 apo 50 euro. Jam martuar larg dhe gjithmonë ka djegur malli për ta, por sot po i kuptoj fjalët tuaja, fjalën time, që burri është shtylla kryesore e gruas. Po pra, elhamdulillah. Nuk kam askënd tjetër përveç ti dhe sa ai nuk ka askënd tjetër përveç meje. Elhamdulillah. Zoti i lënë bashkë. Tani jam menduar të aplikoj për një kredi pa e ditur burri, vetëm që ta ndihmoj e mos t'i dështoj atij puna dhe biznesi, sepse ai ka investuar shumë dhe nuk ka kënd tjetër ta përkrah. Më dhem shumë që baba im më pa me lot në sy dhe prap nuk më ndihmoi. Unë kam 2 djemë dhe një vajzë 2 muajshe dhe nuk mund ta imagjinoj kur që një ditë i trajtoj fëmijët me këtë formë dallimi siç po bën prindrit me mua. E një ditë të mbetet fëmia im pa përkrahje. Kur u flas me ta vetëm këshillojnë.
po për krahje s'bëjnë. Ky është një nga haramet autoktone, një nga gjinofet që bëjnë prindrit, dallimi mes fëmijëve. Gjinof vallaj, për Zotin. Gjinof është vallaj bilaj, gjinof. Si çuni dhe goca janë pjesë e shpirtit të robit. Dhe nuk ka pse prindit boj dallime të tilla. Përderisa është fëmia jot, nimojo burrë do, ç't keq që keti, mos ndro vetur, siç thotë këtu pa makinë që i themi ne, mos e ndro, nimo fëmin tat. Hajde inshallah boni durim, po kredia nuk lejohet, mundon të gjeni një zgjidhje tjetër. Kam një pyetje, është haram me i shartu pemët? Jo, më halal është. S'ka asnjë lloj problemi fetarisht. Mas 2 javësh me kismet edhe me emër të Allahut duam të nisim shtëpinë. Çfarë na sugjeron të bëjmë? Se këto të familjes burrit po na thonë që duhet presim kurban. Jo më bismillah, edhe mbështetuni i Zotit, s'ka nevojë me bë kurban. Kemi një faqe tjetër këtu. Si e ka emrin faqja? Faqja ka emrin se nuk dallohet. Megjithatë kapë si foto herë dhe sqarojm. Faqja titullohet Rituale viz poshtë 09. Rituale, që është ka termi rituale, do të thotë se është diçka mistike, diçka kështu që e kanë gjetë vetëm këta si perl. Nëna, gjoj tani, komenti i fotos. Nëna i helli, jo hedhi, i helli plum një gruaja, e cila kishte probleme me burrin dhe fëmijët e saj. Zonja ishte në prag të ndarjes me burrin e saj, ndërsa fëmijët nuk e donin nonën e tyre, e shanin, ofendonin dhe vendosnin dorën mbi të. Shkak se në këtë familje ishte bërë sehir me mbetje hume, e cila ka shkatruar nga themeli këtë familje. Bismillahim, nëna e lehtësoi zënjën. Nëna lehtësoi zonjën, falsa, zënjën. Bismillahim. Nona ka lidhje direkt. Kjo nona që e ka nona. Kjo nona që hidh ka plum, e plas ka plum, kjo nona që e ka nona. Kështu që larg kësaj nonës se kjo që e ka me vajosje. Kështu që kjo fjala, kjo faqja rituale viz poshtë 09 është mashtrim, sharlatanizëm, është magji, është fall, është astrologji, s'ka lidhje me fenë e Zotit. Larg këtyre njerëzve, sidomos këtyre nonave, që janë nona. Jam nga Bogradeci, nga një fshat, kemi hoxhën që vjen këtu në fshat dhe fal akşam pazë. A është kjo normale? Ky hoxha duhet arrestu. Na tregoni ku fshat është, çfarë veni është? Ta denoncojmë tek myftinia për kace, pastaj ke komuniteti musliman shqiptar, pastaj të nxjerrim për të një urdhër arresti. Ç'na ka gjetur në vëllai, alhamdulillah. Robi mund t'ia bëjë një herë namaz në akşamit pas zës që njerëzit kuptojnë se namazi i akşamit me u lexu me zor sunet. Po e ta bësh për herë. Hej Zoti i madh, alhamdulillah. Do ishte shumë mirë po të bëni një video të shkurtër rreth fjalës estagfirullah. Se njerëzit e lexojmë strafkullah, tobe strafkullah, sheref strafk. Atëherë po e lexojmë, po e bëjmë një video për pyetjen tate. Thuhet estagfirullah. Estag, jo me k, po me g. G-ja e gërshërës, g-ja e gështenjës, g-ja e gomarit e kështu me radhë. Estagfirullah, estagfirullah, që do thot i kërkoj falje Allahut për gjunahet e bëra. Hadithi që thot kush e fal sabahun me xhamat është mbrojtjen e Allahut, a vlen për ata që e falin edhe në shtëpi? Pa thot xhamat hadithi. Hadithi që thot kush e fal sabahun me xhamat, a vlen edhe për ata që e fal në shtëpi? Nëse fal në shtëpi me xhamat vlen. Se ka edhe xhamat shtëpie. Faktikisht ka dy transmetime. Ka një transmetim që thot kush e fal me xhamat është i saktë,
Dhe ka transmetim që thotë kush fal sabahun është mbrojtje e Allahut, ai është i saktë. Që do të thotë, mbrojtja e Allahut kur ti falesh në xhami me xhamat është shumë më e fortë se sa mbrojtja e Allahut kur ti e fal në shtëpi ama e fal në kohë. Siç themi në siguracion kasko. Kur ti e fal me xhamat në xhami je full. Kur e fal në shtëpi je mbrojtja e Allahut, por nuk është si kjo tjetra. Pa është e forë se nis pyetjen kështu. Pa hadithi që thotë që u kam thonë ndaj gjë, edhe këtë. Pa hadithi që thotë kështu. Pa gjë ditë që kisha mangut nga Ramazani dhe sot nuk ndihem mirë, a lejohet që ta prish? Kjo është pyetje e bukur shumë. Se ne themi Ramazanin, ditën e Ramazanit s'bën më prish vetëm se kur ke arsye. Po kur po zëvendëson Ramazanin, po nuk je në Ramazan. A bën më prish? Prodhimi e kokë. Ora hiç, të ka ftuar njëri për drekë edhe ti jetu po ditë Ramazanit, bën më prish, bën. Sepse shenjtëria e agjërimit të Ramazanit është vetëm në Ramazan. Jashtë Ramazanit ka tolerancë. Kështu që vetëm kur je smund, siç thot ky që ka ose kjo që ka bërë pyetjen, po edhe në raste të tjera nuk ka problem. Kur udhtoj thotë e mbush pasaportën me sheqer që të më eci rruga mbar e mirë, sepse kështu na kanë thonë këtu në Skrapar. Skrapari. Kemi nga Skrapari këtu? Kemi nga Skrapari? E vën me sheqer? Falenderoni Zotin që nuk e kanë thonë se bëhet me mjalt. Të kullojtë pasaporta mjalt. Kështu që kjo nuk është e vërtetë. Kjo gjë nuk është e vërtetë. S'ka lidhje. Kjo është besytni. Pra nga këto besime supersticioze. Okej. E këtë pasaport dhe sheqer vallaj, bilaj hera parë që e një, për Zotin. Së m'kishe shku në mend. Falenderoni Zotin që nuk e kanë thonë mjalt në pasaport. Jetoj në Firenze dhe punoj kamarier, pa lejohet konsumoj mishin e kuq, bisteka, Fiorentina, ose përgjithsisht mishin kuq. Ama nëse kena hangër gjithë ditën, nëse i përmend këto gjona, burr, pash Zotin, elhamdulillah. Gjithë ditën pa hangër bukë, thot Fiorentina. Lejohet, nuk ka asnjë problemi. Përderisa mishi është halal, sepse është ke parasysh kur bën ato ka edhe të kuqe, që del gjaku prej mishit. Na bone halal kush s'ka hangër sot. Lejohet, nuk ka e rëndësishme është që të jetë mishi halal, kaq. S'ka problem se ka me gjak apo pa gjak, stresit zero. Kur kemi qenë të ulur në tavolinë dhe kemi qenë duke ngrënë ushqim, ka rastisur që dera kryesore e shtëpisë ka qenë e hapur dhe mami na thot gjithmonë që mos e lini e hapur se nuk bën. Nuk është llafe, llafologji popullore, legjenda dhe pralla nga gurra e pasur e popullit ton të besytnive. Po mirë, nga ka ngel kjo për shembull puna e derës hap kur hahet ushqim? Kush e gjen? Kjo ka ngel se që mos futet dikush që edhe futet në sofër me hangër. Mbyllë derën mos ta shohin. Varfëri valla, mund të ishin do hangër mirë, këto për shembull video e tjetrit, ta konfuste. Allahu e di më së miri po. Është besytni, s'ka lidhje. Si jemi me kohën? Ka vajt koha. Si ka mundësi që s'folja i shpirti im? Pse s'na kujtove që ka hyrë koha? Edhe 2 minuta. Okay. A është e vërtet thotë që të falesh pak kësul? Është me kru në Islam? Kësul, kujt e thonë? Takijes, kapuçit. Takijes, kësaj që vjedh shumë kokë. Nuk ka ndonjë argument për këtë gjë. Është e vërtet që ata të parët tanë shumë kanë falë gjithmonë me kokat mbuluara, por nuk është se ka thonë diçka feja për këtë punë, ka qenë më shumë burrni dhe tradit. Për këtë arsye, haxhi bëhet pa mbulim koke, sepse ka qenë, si më thonë, një lloj shenje, si më thonë, përullje. Edhe muslimoni thoshin ato nuk mund të rrijë me kokë zbathur vetëm se për adhurim dhe për hatër të Zotit. Pra ka qenë kështu si tradit, domethënë.
por fetarisht nuk përbën asnjë lloj problemi që njeriu të falet. Domethënë ka mendime që thot nga mëdhëve që është mekruh, po argument nuk ka se kur thush për diçka haram ose mekruh, duhet sjellësh argument. Fakti që pejgamberi sa se nuk është fal ndonjëherë pa mbulu kokën, mund të thuhet që është edhe tradit. Ebu Xhehli nuk ka pasur ndonjëherë me kokë zbuluar, Ebu Xhehli, armiku i pejgamberit alayhis salam. Kjo tregon që më shumë është tradit se sa fe dhe besim. Allahu e mësimi unë nuk di, nuk mund ta them një gjë të tillë që është e urryer apo e papëlqyer. Jam shtatzën 2 muaj dhe burri po më maltreton. Domethënë po më dhunon, si psikikisht edhe fizikisht. As nuk punon, as më kalon me punu. Po më thot hes shko tek nana. S'man nin as për fëmin, as për kur gjë me fjalë. Po du me abortua, ma thot për i tut në dënimit Allahut, se kam edhe një fëmijë tjetër me 3 vjeç. Subhanallah. Unë i këshilloj motrat në këto raste për 2 gjona. E para, urgjentisht konsultohen me prindrit e tyre, me vëllezërit e tyre, që këta hujt e gardhit t'i fusin në sistem, t'i sistemojnë. Dhe e dyta gjë, këta lloj burrash duhen denoncuar në polici. Pasha Zotin e Madh, i bëj thirrje motrave që këtyne njerëzve duhen denoncuar në polici. E di si bëhen pasha Allahun, evlia. E di si bëhen mas policisë ose mas burgut, ja 3 vjet. Romeo dhe Julieta. Sepse ka thonë mirë Othmani radhiyallahu anhu, kush nuk i friksohet Kur'anit, i friksohet kamzhikut. Kështu që këta njerëz që sillen në këtë lloj forme, se kanë frikë Zotin vallahi. Kështu që këta vetëm rajoni policisë, vetëm burgu i bjerë në Terezi. Edhe bine atë populli, bine atë njerëzit. S'janë njerëz për Zotin, nuk janë njerëz. Këta nuk janë njerëz. Ti o motre ke haram me abortu fëmin, edhe pse i martu me një person që s'është në rangun e njerëzve, nuk futet tek njerëzit. E fundit fare për sot, thot, kemi debat mes vëllezërish në raport me shitjen e maceve. Elhamdulillah, nuk të kena gjitha, ka ngritje macet. Ka një hadith që thot, ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga shitblerja e senur. Dhe senur, këta kur kanë përkthyer këta që i përkthejnë gjonat, mashallah, e kanë përkthyer maceve. Po Ibn Haxheri në e tjerë këto kokat thonë senur është macja e egër. Jo macet e buta, kështu që unë jam me mendimin që s'ka asnjë lloj problemi, lejohet, Allahu din më së miri.